Në prag të sezonit turistik, në Bregdetin e Velipojës u zhvillua një aksion masiv vullnetar për pastrimin e zonës, me një pjesëmarrje që të i kalon pritshmëritë. Mbi 1500 të rinj, së bashku me organizata, institucione shtetërore dhe biznese, ju bashkuan kësaj nisme, duke e kthyer atë në një angazhim të gjerë komunitar për mjedisin. Vullnetarët u organizuan në grupe dhe u shpërndan përgjatë vijës bregdetare, nga zona e mbrojtur në Derdhjen e Bunës deri në lagunën e Vilunit, duke mbuluar në mënyrë të koordinuar çdo segment të Bregdetit. Të rinjt pjesëmarrës u shprehën se Velipoja është një nga pasuritë natyrore më të rëndësishme të Shkodrës, dhe se mbajtja e saj pastër është përgjegjësi e përbashkët. Unë ndjem shumë mirë, të di që kena bërë një gjatë mirë për komunitetin tonë, të di se pastruam Velipojën, jo vetëm për ne, por edhe për njerëzit që kanë marrë, domethënë, me shiu plazhin. Ne kemi ardhur me pastru sepse Velipoja duhet të jetë e pastër për gjithë. Ne u bashkuam me shumë kënaqësi me të gjithë organizatorët të pastrojmë plazhin e Velipojës, pasi është një pasuri natyrore që Shkodra ka dhe duhet ta mbrojmë atë shumë mirë. Ne kemi ardhur në Velipojë për të pastruar dhe për të mbajtur ambientin pastër. Ne jemi nxënësit e shkollës Ndërmeta dhe kena ardhur këtu si vullnetar për të pastruar Velipojën, sepse Velipoja është një vend që vizitohet shumë dhe ka nevojë të jetë e pastër. Ne erdhëm me shumë kënaqësi që ta pastrojmë këtë vend kaq të bukur, bashkë me shokët dhe me shoqet e klasës, dhe gjithë bashkë ne ja dalim ban. Aksioni vjen si një hap konkret për të përgatitur Bregdetin për sezonin veror, por edhe si një mesazh ndërgjegjësimi për ruajtjen e mjedisit në vazhdimsi.